Thot profeti alayhi salatu wasalam, njeriu në ditën e Kiametit nuk do I lëvizin kamët pa u pyet për 4 gjëra. Njëra prej tyre është për jetën e tij si ja kaloi, dhe në mënyrë më specifike thot për rinin si e çoi. Do pyeten të rit, ato të rit sepse I riu ka energjinë, ka forcën, ka guximin, I ka shumë element, ndryshe nga ai I cili është më I vjetër. Dhe e pyesi Zoti xhelel xhelalu atë të riun si e shfrytëzoi kohën. Si e kaloi rinin? E kaloi duke kundërshtuar Zotin apo e kaloi duke ndërtuar veten e tij me vepra të mira? Duke arrit qëllimet të cilët I bën mirë atij, familjes dhe shoqërisë. Kjo është logjika. Pra, në këtë hadith profeti alayhi salatu wasalam po I nxit të rinj duke I thënë, "Ore ti nuk ke kohë, ke rini, shfrytëzoje për mirë." Po syni me këto lojnat, I shef këto të rinj PlayStation, si di nuk e di sa si e kanë emrin, që I shef me orë tana duke luajtur me gjëra të padobishme që I vrasin mendjen, zemrën, shpirtin, çdo gjë. Çdo Allah të lush me këto. Dhe nëse profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar ne që thotë ti duhet luaj gjëra fizike që I bëjnë mirë fizikut dhe mendjes njeriu.